Kosova dhe populli shqiptar me të vërtet janë me fat për harmoninë fetare që e kemi, po edhe për mesazhin që e përcjell Bashkia Islame e Kosovës në vazhdimsi.
Kryetar kam qenë prioritet në Australia e vjetë në telefon. Edhe kam marrë sëri në sërë të uvë. Dhe kam lëzuar të ministrën e mërës. I personi ba e onë që do që se ishte ashtë më në qetë se e në të rëgjës ka marrë që të në shumë. Shumë në vërtetë shumë në pasë. Me në pojë të në shpjetë, se pojë të në policisë. Me i kryetar që just një për që në kuqen për në zëgjetë, shka një? Ajde, shka me pojë të kuqen. Do të më dënohen ai si një drejtë. Pandet shumë, pandet shumë, po i më dhe ju edhe një herë dhe në kjera shumë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit me këtë Tërnava për pritjen sot, për Bajram, është një fest e madhe e besimtarëve muslimanë në Kosovë, mirë po është fest që edhe besimtarë tjerë respektojnë edhe e dojnë. Ajo që kisha shumë mirë thonë sot është që Kosova dhe populli shqiptar me të vërtet janë me fat për harmoninë fetare që e kemi, po edhe për mesazhin që e përcjell Bashkia Islame e Kosovës në vazhdimsi, për një shtet drejtës, për një shtet që kujdeset për qytetarët e vet, edhe në emën të aleancës i kom ofruar edhe këto fjalë sot edhe për Miftiun Tërnava dhe për gjithë Bashkinë Islame të Kosovës. Shumë faleminderit.